Nëse një temperaturë e lartë shoqërohet me dhimbje koke të fortë, me ngurtësim të qafës, me konfuzion ose me një përgjumje të pazakontë, mos e quani menjëherë thjesht një viroz. Në disa raste mund të bëhet fjalë për meningit, një gjendje serioze që prek cipat që mbështjellin trurin dhe palcën kurrizore. Dhe ja pika kyçe, forma bakteriale e tij mund të përparojë me shpejtësi dhe të kthehet në urgjencë mjekësore brenda një kohe të shkurtër. Tani do të shpjegoj çfarë është, si shfaqet, pse nuk duhet nënvlerësuar dhe cilat janë hapet që bën realisht diferencën midis reagimit të vonuar dhe ndëshhyrjes në kohë. Përshëndetje miq e miq, jam doktor Skedi Faria, themelues i K-Day Hospital. E tashmë besoj se më njihni. Sot dua të ndalim te një temë që i përket mjekësisë serioze, urgjencës klinike dhe informimit të saktë publik. Meningiti është një fjalë që shumë njerëz e kanë dëgjuar, por shpesh lidhet me një frikë të paqartë, me informacion të copëzuar ose me ide jo gjithmonë të sakta. Pikërisht për këtë arsye është e rëndësishme të flasim me gjuhë të kuptueshme, por pa humbur saktësinë shkencore. Meningiti është inflamacioni i cipave mbështjellëse të trurit dhe palcës kurrizore, të quajtura meningje. Mund të shkaktohet nga baktere, viruse, kërpulla dhe më rrallë nga rrethanë të tjera inflamatore ose medikamentoze. Pra nuk është një sëmundje me një shkak të vetëm, por një sindrom klinike që mund të ketë natyra të ndryshme dhe përpasojë ecuri jo gjithmonë të parashikuara. Kjo është arsyeja pse diagnoza e saktë ka rëndësi themelore, sepse trajtimi, rreziku dhe prognoza varen drejt për drejt nga shkaku. Kur flasim për meningitin, duhet të kuptojmë menjëherë një dallim thelbësor. Jo të gjitha format kanë të njëjtën shkallë graviteti. Forma virale është shpesh më e lehtë dhe në shumë raste organizmi e kalon pa pasojë të rënda. Megjithse edhe ajo mund të kërkojë vlerësim mjekësor dhe ndonjëherë trajtim spitalor, ndërsa meningiti bakterial është forma më e rrezikshme dhe duhet konsideruar urgjencë mjekësore. Organizata Botërore e Shëndetësisë thekson se forma bakteriale mund të bëhet fatale brenda 24 orëve nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet me shpejtësi. Kjo është arsyeja pse koha në këtë sëmundje nuk është thjesht e rëndësishme, është vendimtare. Shenjat klinike të kësaj sëmundje mund të shfaqen në mënyrë të papritur tek të rriturit dhe fëmijët mbi 5 vjeç. Simptomat më tipike përfshin temperaturë të lartë, dhimbje koke të fortë, ngurtësim të qafës, ndjeshmëri ndaj dritës, të vjella, konfuzion, përgjumje të pazakontë dhe në disa raste kriza. Disa pacientë mund të kenë frymëmarrje të shpejtë ose dhimbje muskulare. Është shumë e rëndësishme të theksohet edhe kjo. Jo çdo pacient shfaq të njëjtat simptoma, por kjo nuk do të thotë se mungesa e një simptome të caktuar e përjashton sëmundjen. Një nga gabimet më të zakonshme është mendimi se meningiti identifikohet vetëm nga prania e shenjave në lëkurë. Është e vërtetë, në disa raste, sidomos kur bëhet fjalë për sëmundje të kësaj natyre, mund të shfaqen njolla ose puçra që nuk zbehen kur shtypen me gotë. Por kjo nuk do të gjithmonë. Mungesa e shenjave të tilla në lëkurë nuk do të thotë se rreziku nuk ekziston. Mbështetja vetëm te kjo simptom mund të krijojë një ndjenjë të rreme sigurie dhe të vonojë paraqitjen te mjeku. Në praktikën klinike, vlerësimi bëhet mbi tërësinë e gjendjes dhe jo mbi një element të vetëm. Te foshnjat e të porsalindurit, tabloja mund të jetë edhe më e vështirë për t'u dalluar, sepse shenjat klasike shpesh mungojnë ose nuk janë të qarta. Një foshnjë me meningit mund të jetë më e plogësht, më e irrituar, të ushqehet keq, të vjellë, të ketë qarje të dobët ose të vazhdueshme dhe fryrje të fontanelës, pra të pjesës së butë të kokës. Kjo është pikërisht arsyeja pse te të vegjëlit kërkohet vëmendje edhe më e lartë. Sëmundja mund të mos duket ashtu siç e imagjinon shumica e njerëzve. Mund të shfaqet si një ndryshim sjelljeje, një mungesë energjie, si mos ushqyerje apo si një gjendje që prindrit e përshkruajnë thjesht me fjalinë: "Fëmia nuk është si zakonisht." Pse ndodh meningiti? Përgjigja varet nga shkaku. Në formën bakteriale, të shkaktarët më të njohur janë meningokoku, pneumokoku dhe Haemophilus influenzae tip B. Meningokoku njihet për faktin se mund të shkaktojë forma të rënda dhe në rrethana të caktuara të përhapet edhe në grupe njerëzish. Pneumokoku lidhet më shpesh me infeksione të rrugëve të frymarrjes si pneumonia, por ndonjëherë mund të përfshijë edhe cipat mbështjellëse të trurit. Ndërsa Haemophilus influenzae tipi B ka qenë për shumë kohë një ndër shkaktarët kryesor të meningitit tek fëmijët e vegjël, sidomos në periudhën para përhapjes së vaksinimit. Në formën virale, përgjegjës mund të jenë shumë viruse të ndryshme. Më rrallë, meningiti mund të lidhet edhe me infeksione të shkaktuara nga kërpudha mikroskopike.
Këto raste shfaqen më shpesh te persona me mbrojtje imunitare të ulët, ku infeksioni nis diku tjetër në organizëm dhe më pas përhapet drejt cipave që mbështjellin trurin. Në një pjesë të rasteve, mikroorganizmat që shkaktojnë këtë gjendje inflamatore mund të transmetohen përmes piksave, spërkllave respiratore ose kontaktit të ngushtë, sidomos në ambiente të mbyllura ose në marrëdhënie të afërta familjare. Megjithatë, është e rëndësishme të ruhet ekuilibri në mënyrën si e shpjegojmë këtë. Jo çdo kontakt i rastësishëm çon automatikisht në sëmundje dhe jo çdo person i ekspozuar sëmuret. Rreziku lidhet me llojin e mikrobit, afërsinë e kontaktit, pozgjatjen e ekspozimit dhe gjendjen individuale të organizmit. Pikërisht për këtë arsye, kur konfirmohet një rast i caktuar, mjekët dhe strukturat e shëndetit publik vendosin nëse kontaktet e afërta kanë nevojë për profilaksi me antibiotik. Për sëmundjen meningokoksike, kjo profilaksi rekomandohet sa më shpejt, idealisht brenda 24 orëve nga identifikimi i rastit. Diagnoza e meningitit nuk vendoset me handmendësim e as duke u bazuar vetëm në simptoma. Ajo kërkon vlerësim të menjëhershëm mjekësor, ekzaminim klinik dhe sipas rastit analiza laboratorike dhe instrumentale. Në praktik, mjekët përdorin kombinimin e historisë klinike, analizave të gjakut, hemokulturave, imazherisë si dhe vlerësimin e lëngut cerebrospinal përmes punksionit lumbar. Një procedurë mjekësore gjatë së cilës merret një sasi e vogël lëngu nga pjesa e poshtme e shtyllës kurrizore për ta analizuar. Ky lëng rrethon trurin dhe palcën kurrizore dhe analiza e tij jep informacion të drejtë për drejtë mbi praninë e infeksionit dhe natyrën që mund të ketë. Procedura kryhet në kushte sterile dhe përdoret pikërisht për të vendosur një diagnozë të saktë, kur është e indikuar dhe e sigurt. Procedura kryhet në kushte sterile dhe përdoret pikërisht për të vendosur një diagnozë të saktë kur është e indikuar dhe e sigurt. Qëllimi nuk është vetëm të thuhet po ose jo për meningitin, por të kuptohet edhe lloji i tij sepse kjo përcakton trajtimin. Në mjekësinë serioze nuk mjafton të dyshohet, por duhet të identifikohet sa më saktë natyra e problemit. Trajtimi varet nga shkaku, por ekziston një parim që nuk duhet harruar. Kur dyshohet për meningit bakterial, dëshhyrja fillon pa humbur kohë. Antibiotikët jepen urgjentisht dhe menaxhimi bëhet në ambient spitalor sepse pacienti mund të ketë nevojë për monitorim intensiv, lëngje, mbështetje të funksioneve jetësore dhe trajtim të komplikacioneve. Në disa forma virale, sidomos në rastet e lehta, shërimi mund të ndodhë me trajtim mbështetës dhe pushim, ndërsa në raste të caktuara mund të përdoren edhe antiviral. Te format kërpudhore ose ato me shkaqe të tjera, qasja është e ndryshme dhe përfshin përdorimin e medikamenteve specifike kundër kërpudhave ose trajtime të tjera të përshtatura sipas shkakut, shpesh të shoqëruara me monitorim të kujdesshëm mjekësor. Kjo është arsyeja pse vetë mjekimi ose pritja pasive në shtëpi mund të jetë një gabim serioz. Një tjetër element që duhet kuptuar është përmasa reale e kësaj sëmundjeje. Në nivel global, meningiti mbetet një sfidë e madhe për shëndetin publik, me rreth 2.5 milion raste të raportuara çdo vit në të gjithë botën. Organizata Botërore e Shëndetësisë thekson se forma bakteriale është veçanërisht shqetësuese. Rreth 1 në 6 persona që preken humbin jetën dhe kjo formë mund të bëhet fatale brenda 24 orëve nëse nuk diagnostikohet dhe nuk trajtohet me shpejtësi. Në disa rajone, sidomos në të ashtu quajturin meningitis belt, në Afrikën subsahariane, incidenca mund të rritet ndjeshëm gjatë shpërtimeve epidemike, duke arritur deri në 100 apo 1000 raste për 100.000 banor. Nga ana tjetër, Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara (CDC) theksojnë se 20% e të mbijetuarve mund të mbeten me komplikacione serioze të dëmtimeve të dëgjimit, sistemit nervor ose humbje të lëvizjes së gjymtyrëve. Këto të dhëna tregojnë qartë se meningiti nuk është një gjendje rrallë apo e parëndësishme, por një problem serioz shëndetësor që kërkon ndërgjegjësim, diagnozë të shpejtë dhe reagim në kohë. Pikërisht për këtë arsye, parandalimi ka peshë të jashtëzakonshme. Vaksinimi është masa më efektive për mbrojtjen ndaj disa formave bakteriale më të rëndësishme, duke përfshirë meningokokun, pneumokokun dhe Haemophilus influenzae tipi B. Këto vaksina nuk mbulojnë çdo shkak të mundshëm të meningitit, por reduktojnë ndjeshëm rrezikun për forma të caktuara serioze. Në praktikën moderne të shëndetit publik, vaksinimi nuk është vetëm mbrojtje individuale. Ai është edhe një mjet për të ulur qarkullimin e patogjenëve në komunitet dhe për të mbrojtur grupet më të cënueshme. Kjo na çon te një mesazh shumë i rëndësishëm për publikun. Informimi i saktë nuk duhet të prodhojë panik, por vigjilencë. Nuk ka nevojë që çdo temperaturë të shihet si meningit, por as nuk duhet që shenjat serioze të minimizohen. Kur një person ka temperaturë të lartë, dhimbje koke të fortë, qafë të ngurtë, të vjella, konfuzion, përgjumje të theksuar, krizë ose ndonjë gjendje që përkeqësohet shpejt, ai duhet të vlerësohet menjëherë nga mjeku. Kur bëhet fjalë për foshnja, sinjale si plogështia,
Mos ushqyerja, qarje pa zakont ose fryrja e fontanelës kërkojnë gjithashtu reagim të menjëhershëm. Në këtë sëmundje, të presim pak nuk është zgjedhje e sigurt. Duhet të kemi parasysh edhe një element tjetër. Meningiti është një gjendje që kërkon veprim të koordinuar, vendime të shpejta dhe menaxhim profesional. Shpesh njerëzit humbasin kohë duke u përqendruar te pyetja: mos vallë është diçka kalimtare? Ndërkohë që pyetja më drejt do të ishte: a ka ndonjë shenjë që kërkon vlerësim urgjent? Ky ndryshim mendësie shpëton kohë dhe në mjekësi ka raste kur koha e shpëtuar kthehet drejt për drejt në pasoja të shmangura. Në përfundim, meningiti është inflamacion i cipave që mbështjellin trurin dhe palcën kurrizore, me shkaqe dhe shkallë të ndryshme rreziku. Forma bakteriale është veçanërisht e rrezikshme dhe mund të përparojë me shpejtësi, ndaj kërkon diagnostikim dhe trajtim urgjent. Shenjat mund të ndryshojnë sipas moshës dhe te foshnjat shpesh nuk paraqiten në mënyrë klasike. Vaksinimi, njohja e simptomave dhe reagimi i shpejtë janë elementet që bëjnë diferencën reale. Roli i mjekut është të identifikojë në kohë rrezikun, të orientojë trajtimin e duhur dhe të mbrojë jo vetëm jetën, por edhe cilësinë e saj pas betejës me sëmundjen. Faleminderit për vëmendjen edhe këtë herë dhe nëse keni mburritur në fund të kësaj video, ju ftoj ta ndani me të tjerët, ta pëlqeni, të komentoni dhe të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube për më shumë përmbajtje të këtij formati. Faleminderit nga zemra që na ndiqni dhe jeni audienca jonë elitare dhe kaq e veçantë. Faleminderit për vëmendjen edhe këtë herë dhe nëse keni mbërritur deri në fund të kësaj video, ju ftoj ta ndani me të tjerët, ta pëlqeni, të komentoni dhe të bëni subscribe në kanalin tonë YouTube për më shumë përmbajtje të këtij formati. Faleminderit nga zemra që na ndiqni dhe jeni audienca jonë elitare dhe kaq e veçantë.